Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për zhvillimet politike. Me ne është bashkuar shkrimtarja Fluturashka. Sonjashka, faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe jeni me ne. Faleminderit Mario, më vjen mirë që ka disa javë, ndoshta edhe muaj që jam shkëputur pak nga nga ky qersulli politik, por ka zhvillime, çdo ka ngjarje politike, ka shumë ngjarje politike çdo ditë. Sa që ke çfarë të thuash, ke çfarë të komentosh sigurisht. Ama Zonjashka, jeni shkëputur, por shpeshherë me postimet e tua në rrjetet sociale thumboni, ndoshta thumboni ata që janë në kupol, që janë në elitë, edhe pse fjalët tua vijnë të ndjera apo jo. Sigurisht, unë e kuptoj, edhe madje unë e ndjej dhe në faqen time, dikush më kontrollon, dikush më kufizon, për disa kolegët më thonë që nuk të gjejmë do të hynë, të kërkojnë emrin tim që të më gjejnë. Pra nuk, pavarësisht se i kam followersat e mi nuk më gjejnë gjëkundi. Kjo nuk është e rëndësishme. Dihet kjo gjë se si manipulohet mendimi kritik në Shqipëri. Kjo është e përgjithshme, nuk ka lidhje vetëm me politikën, po në përgjithësi, por kjo nuk më ka penguar. Shiko, ndoshta nga që kam qenë angazhuar me mjedisin, me komunitetin, me politikën, po them e angazhuar si qenie, edhe si qenie letrare, jo thjesht në kuptimin e angazhimit politik, angazhuar me shqetësimet që kalojnë përmes politikës, sepse nuk ke formë tjetër për të zgjidhur problemet në këtë Shqipëri dhe kudo në botë. Dhe ishte shumë e vështirë, disa gjëra duket sikur ndodhin dhe për inerci, mund të bëja shumë të lehtë të mbyllja derën, edhe të thosh asmerre më me këtë gjë, por shumë e dhimbshme që ti pra ke qenë kalkuluar, ke hyrë me një kalkulim të caktuar që të merresh me politikë dhe të flasësh për çështjet e thukta të politikës, sa kohë në politikë, dhe të nesër pastaj të siç kam parë shumë kolegë, madje edhe ndonjëherë më ka bërë përshtypje se si është e mundur në momente kritike tani që ka opozita, ku janë ministrat, drejtorët, njerëz që kanë marrë të gjitha privilegjet për demokratëve, që janë votuar për demokratëve, që janë mbështetur me fonde publike, me gjithçka privilegje ka pas kjo Shqipëri, dhe sot heshtin kur ka nevojë më shumë se kur për fjalën e tyre. Të thotë të mbyllësh derën, të thësh shpinën këtyre gjërave për të cilat ti dikur ke qenë zë në këtë vokacionin e madh opozitar, më duket një tradhti, po e them kështu në thonjza, tradhti e interesave të atyre që të kanë votuar edhe dje, që të kanë mbështetur gjithkohën. Si është ta shohësh politikën nga brenda dhe ta shohësh politikën nga jashtë? Ju ishit deputete, tashmë jeni shkrimtare, ju keni qenë gjithmonë shkrimtare, por tashmë po riktheheni sërish pasionit vjetër. Jo, dhe mund të kthejmë sërish politikës, po sigurisht në një mjedis tjetër, çështja është mjedisi, sepse kam përshtypjen jo për mua që ndoshta për moshën isha në një mjedis të pranueshëm, por në atë mjedis nuk ka vend për ju, të rit, kur them për ju, nuk kam dëshirë për ty drejt për drejt, por një brez, një gjenerate e re që të ndryshojë politika, të freskohet politika, nuk është, pra në një mjedis tjetër do ta kisha vazhduar me shumë, po them edhe me më shumë qëndrim. Shiko, Marja, është tjetër kohë, nëse mund quhet kohë, kohë e njeriut jashtë politike, kohë e njeriut brenda politike. Janë kohë që kanë ingranazhe të ndryshme, për nëse do të them drejtime të ndryshme, sepse ajo do të ishte fatale, por janë kohë që kanë shpejtësi të ndryshme. Shpejtësia e asaj dozës idealizmit tim, shpresave, gjërave të cilat kisha 30 vite që flisja para se të hyj në politikë, ishte një shpejtësi tjetër që ishte shpejtësia e entuziazmit, njeriu që ka dëshirë të bëjë gjëra. Dhe kur shkon atje, ti nuk është koha funksionon ndryshe, sepse gjëja e parë që u ndodh, që ju ndodh dhe që nuk më ndodhi mua, dhe këtu ndoshta filloi edhe konflikti, ishte fakti që ta harrojnë që kur hyn në parlament, ti nuk je vetvetja. Unë isha flutura, padyshim, por unë përfaqësoja 2000 vota, ta them minimumin e votave, duke hequr votat që mu vollën, se thua të hyj në këtë debat fare, se në fakt nuk ishin 2000, po ishin 5000, dhe u grabitëm po nga kolektimi të partisë time, por s'ka rëndësi, kjo është e parëndësishme tani, debat tjetër i vjetër, dhe ti nuk mund të, gjithmonë kur duhet flasësh në politikë, ti nuk do të flasësh si vetvete, se si vetvete aty, ti je thjesht një zë i deleguar, i një vullneti që është shumë fishuar. Kjo gjë harrohet. Pastaj një gjë më ka bërë përshtypje. Dhe ky është konflikti ndoshta më i madh që ka politika shqiptare. Nuk është kaq e prerë për të dyja partitë kryesore po flas. Po flas në përgjithësi për politikën, por veçmë për opozitën që më ton 13 vite të vinë në pushtet. Milioner, miliarder në politikë. Çfarë duan në politikë këta njerëz? Çfarë do një miliarder në politikë që ka biznes, edhe duhet të rritë biznesit i të merret me biznesin e tij në politikë? Ky është konflikti më i madh. Nuk kam ndonjë gjë kundër kësaj gjëje, po kjo është formula.
Domethënë kjo është formula me cilën funksionon Parlamenti shqiptar. Pra që sa më shumë para të kesh, aq më të hapur e ke derën për të hyrë në Parlamentin shqiptar, kur duhet jetë e kundërta. Jo se duhet jetë e kundërta, po duhet jetë ndryshe. Pra që Parlamenti të ketë larëshi. Parlamenti shqiptar nuk ka larëshi. Janë njerëz më së shumti, njerëz që hyjnë me interesa të caktuara për të mbrojtur bizneset e tyre, privilegjet e tyre dhe për të vendosur raporte, pikërisht për të krijuar këtë siguri për vetveten. Atëherë si mund të mendojë një njeri kësaj natyre, 10 njerëz kësaj natyre, 50 njerëz të kësaj natyre, si mund të mendojnë këto për njerëzit për një Shqipëri tjetër atje jashtë. Ata madje as nuk dinë të komunikojnë sa ecin me chartera, fluturojnë me chartera, ecin me makina luksoze. Ata se kuptojnë fare që ka këmbësor, që duhet të ketë trotuare, që duhet të ketë ajër të pastër. Ata nuk i kuptojnë fare këto gjëra. Ky është konflikti themelor midis politikës, parlamentit shqiptar dhe njeriu të thjesht shqiptar që pret nga politika. Çështja është se s'kemi asnjë zeje tjetër, s'kemi asnjë mundësi tjetër ta përmirësojmë përpos politikës. Dhe nuk mund të bëjmë ndryshime, me ligje do të bëjmë ndryshime. Pra do ta prosperojmë Shqipërinë, do ta ndryshojmë mjedisin shqiptar vetëm përmes politikës. Atëherë çfarë duhet bëjmë? Do të ndryshojmë politikën. Kështu siç është sot, siç e kemi bartur 30 vite, të 3 dekada e kusur, siç e kam parë unë, nuk është politikë për Shqipërinë. Nuk e di çfarë politike është, mund të jetë për veten, madje ndonjëherë në fragmente të saj. Më vjen keq ta them këtë gjë, e them tani, e kam thënë në parlament brenda, në fragmente të saj është një politikë antikombëtare. Në fragmente të saj, se s'dua ta përgjithsoj sepse kam takuar edhe njerëz të ndershëm idealist, cilët në fakt i humbet zëri mes kësaj kakofonie që vetëm çirot nëpër studio televizive dhe nuk thot asgjë, s'ka asnjë formulim. Më thoni ju në një ditë parlamenti shqiptar, më thoni ju nëse mund të hiqni 5 fraza të mençura që ju i keni dëgjuar dhe e vlen t'ua transmetojmë shqiptarëve në të gjitha mediat. Asgjë. Janë vetëm kasht, vetëm putafori, vetëm njerëz që shajnë njëri tjetër ku në fakt në prapasken, ne dim shumë mirë, janë marrëveshje nën tavolinë, marrëveshje të cilat edhe e kanë cënuar, e kanë dëmtuar, e kanë deformuar demokracinë shqiptare. Sot demokracia shqiptare është një demokraci e deformuar. E para nuk është pastruar në 35 vite siç duhet të pastrohej, jo për ndëshkim, jo për të eskajuar dhe për të thënë këto kanë qenë armiq në diktaturë, për të pastruar në mënyrë që njerëzit ta shohin njëri tjetrin në sy, jo me brengën që ky mund të jetë vrasë si babai tim, ky mund të jetë njeriu i cili më ka zhdukur eshtrat e po them gjyshit e kësaj. E para gjë. E dyta, neve kemi dëmtuar disa shtylla themelore, të cilat mbajnë një shtet, siç është ekonomia dhe kultura. Se çfarë do të shesësh ti Europës? Do shkojmë në Europë. Çfarë kulture do shkojmë në Europë? Kur po them buxhetet për kulturën janë qesharake. Si mund shkosh ti në Europë? Ti s'ke çfarë ti shesësh Europës, sepse ti je një vend i vogël, do çosh atë që ke tënden, që të dallon ty nga Europa, që të mbetesh ti ashtu siç je. Dhe një nga këto është trashëgimia kulturore, kultura, ku ne investojmë në gjëra më të vogël, se nuk po flas për ekonominë, e cila është pothuajse e fragmentuar. Nuk është një ekonomi që funksionon, që merr veten, që funksionon sepse ecën ingranazhi. Jo, është një ekonomi më shumë me injeksione që vijnë për shkak të këtij kontrolli që ka ndodhur, se s'dua të hyj tani të bëj në makro, të flas për gjërat, po flas në vija të përgjithshme, që është ndarë dhe kontrolluar në gjitha copsat sot. Nuk funksionon në mënyrë normale, pra informaliteti. Po e them kështu me fjalën informalitet, si gjej fjalën më të përshtatshme për ta përshkruar në një fjalë të gjithën çfarë po ndodh. Po e quaj informalitet në politikë, po, për shkak të kësaj që ju shpjegova, pra nuk janë intelektualet, nuk janë njerëzit të zëshëm, nuk janë idealistët, nuk janë njerëz që bëjnë ligje për Shqipërinë, pra njerëz informal, të cilët kanë hyrë vetëm për interesat e veta dhe bëjnë më së shumti ligje nominative për të vetët, për njerëzit që njohin, për kulisat e veta. Kështu është dhe në ekonomi, kështu është dhe në kulturë, dhe për fat keq është projektuar deri dhe poshtë. Kjo është arsyeja pse e kemi shumë të lehtë të kontrollojmë shqiptarët me vota, kemi shumë të lehtë të matrikullojmë shqiptarët, të patronazhojmë shqiptarët, sepse kështu e kemi ndërtuar sistemin piramidal që nga politika e poshtë nëpërmjet informalitetit, me cilin pastaj e shtypim. Mendoni që ka individ që kanë blerë mandatin e deputetit? Shumë, pothuajse të gjithë. Pse? Jo të gjithë. Pothuajse pse? Ja ju them një shembull unë nga vetja ime, që më ka befasuar. Kam dëgjuar shumë, se mos duhet merrem me llafe, kam dëgjuar shumë që bëjnë. Edhe i bëjnë, sepse i kam parë. Kam parë sepse them, si mund të blej mandati? Ku i gjeni edhe më parat për shembull që ti krijon një qendër politike për të krijuar atë shtabi çfarë bën ti
dhe ti paguan hoteli luksoze me njerëz që paguan shtrenjtë. Ku dalin këto para? Diku dalin, ka diku, ndodh diku diçka e çuditshme. Po ja. Pra siç ndodh kjo, ndodh edhe kjo tjetra. Më mend më kanë pyetur, prosen kërshia ime, njerëz të afërm, më kanë pyetur sa lekë bleve mandatin. Ka qenë trondit se ta të më bëj dhe ma bëj njeriu im, dhe për të sa ma bëj njeriu im, do thot, s'kisha pse të më rëzitesh, a ditë ma pyste dikush tjetër, do të isha, edhe 150.000, 200.000, dhe më thënë për këto shifra flitesh, për 300.000, dhe pasaj dëgjova këto ditë, thash, po të kisha këto, aq të 300.000, do të kisha bërë libra prapë. Se gjithë jetën time, çfarë paraje kam patur, e kam bërë libra. A kupton? Dhe kjo ka qenë një nga lumturitë mia më të mëdha. Tani janë autorët, janë në vitrina, janë në biblioteka, janë njerëzit që i kam sjellë në Shqip, i kam propaganduar, autorët më të mirë të botës. Kështu që po ti kisha unë ato 300 para nuk do t'i kisha sot. Sot do t'i kisha bërë libra. Kështu që nuk i kam pasur kurrë ato para për këtë gjë. Aq më shumë. Por unë erdha si flutur me emrin tim. Dhe kam përshtypjen se ishte një marrëveshje gentlemenesh mes meje dhe politikës, mes meje dhe Partisë Demokratike, mes meje dhe listës së Elbasanit. Dhe fakti tregoi që pavarësisht se unë mora vota për arsye që s'dua tash ti shpjegoj se i thash në krye, u duken sikur ishin pak vota, po të bësh sepse gjithmonë duhet bëjmë krahasimin e gjërave për të dalë në konkluzione. Ne nuk do të bëjmë deduksion në ajër, ne do të bazohemi mbi një analizë të caktuar. Ishin 3 deputet, morëm 6 deputet. Do thotë në atë listë pak a shumë ishin të njëjtët njerëz përveç se meje, zotit Bardhi dhe dikush tjetër që ishte i ri. Do thotë ne kemi bërë ndryshimin, kemi sjell 3 deputet më shumë, pavarësisht se nuk u respektuan me votat brenda partisë, sepse partitë tona janë garnizione, janë reparte ushtarake. Urdhërohen njerëzit, votat nuk do ja japësh në urim fluturës, do t'i japësh aksh personi. Votat këto gjë nuk do ky shtab do mbështesi këtë koleg, por ato do ta lini vetëm me 2-3 të ri që as kanë idenë politikës me të mbështet. Për shembull, mund ka bërë shumë përshtypje. Si ishte mundë, madje ata u habitën pak se unë kërkova një manual. Kur hyra, ditën e parë që u prezantova, kërkova një manual se më thanë duhet bësh një shtab. Po si mund të bëj unë? S'e kuptoja fare këtë që si mund bëja unë një shtab privat. Kur unë isha shkuar në një parti politike, isha ftuar në një parti politike. Këta më thonin bëj një shtab privat me familjarët e mi. Po ti ishe me familjarët e mi bëj partitë time unë. Apo jo. Kështu shkonte. Dhe unë kërkova thashun, keni një manual se si duhet veproj një kandidat për deputet? Pra çfarë duhet bëj? Ka disa rregulla. Është normale në të gjithë botën është kjo gjë. Ti ke një rregullore, ke një ku diun se çfarë. Që janë këta aty duk si po fliste një UFO, jo si po fliste një njeri që po hyn në politikë dhe është bazuar gjithë jetën në rregulla, në shkresa, në korrektesë. Kto ishte pjesë e korrektesës. Kështu që bëre gjë lek, po ç'a dush, madje edhe flamurët e partisë. Duhet i blija unë. Po pse do të blija unë flamurët e partisë ose kapelet o s'di se çfarë ishin këto shenjat e partisë. Domethënë partia brenda vetes bënte biznes brenda vetes. Domethënë një miku i partisë kishin bërë stemat, ne do të blinin stemat për partinë. Kto ishin gjëra domethënë, më kanë bërë shumë përshtypje. Kështu janë partitë shqiptare. Kjo është arsye pse ato nuk i respektojnë rregullat. Dhe veçanërisht ato ditë, ku jemi te PD-ja, jemi bërë qesharak, domethënë patëm mund me keq nuk dua ta çoj, domethënë gishtin te plaga, se kam asgjë personale, gjithmonë kanë folur politikisht, gjitha herët kanë folur vetëm politikisht, por jemi bërë qesharak. Kjo deri këtu nuk duhet mbrinim. E kuptoj. Ka politike, ka lëvizje, sigurisht oscilacione që na vijnë për arsye dhe të interesave më të mëdha, të vogla, s'ka rëndësi, por të kthehesh në qesharak. Të kthehesh një proces shumë të rëndësishëm që do t'i japi që nesër pas nesër do të kërkosh votën për të ardhur në pushtet, sepse ka ardhur koha që ti jesh në pushtet, madje është e kaluar koha për të ardhur në pushtet. Me normalitetin e çdo demokracie të shëndetshme, dhe ti e kthen procesin e një gjë qesharake në kohën që ti, po them tani për zotin Berisha, je në fundin edhe biologjik tëndin. Dhe merr me vete këtë dank për gjëje qesharake të këtij procesi. Për mua është një gjë edhe e pakuptueshme. Nuk po them e papranueshme, po e pakuptueshme. Për shembull, unë do të kisha bërë për asnjë kompromis një gjë kaq esenciale që ka të bëjë edhe me dinjitetin politik të figurës politike, që dhe kur thot goodbye, të thot një goodbye të bukur, që të mbetet e bukur. Pra, ne ta ndërtojmë historinë e politikës shqiptare, që është dhe historia e Shqipërisë, ta ndërtojmë jo me fragmente të tilla, s'po e them, po nuk dua ta them të ndotura, se ndoshta e skajoj pak gjuhën,
por fragmente të pahishme. Kështu e kemi ndërtuar, kam pasur fatin këto kohë, për shkak të asaj që po punoj, asaj që po shkruaj tani të romanet e ri që po nxjerr në vjesht, dhe jam marrë shumë me politikën të 100 viteve të shtetit shqiptar, 112 viteve shtetit shqiptar, dhe jam marrë sigurisht më shumë me luftën e parë botërore me 1914-13-14, dhe shoh shumë reminiscenca të asaj kohe ose të kësaj kohe që janë trashëguar nga ajo kohë, të asaj kohe që vijnë deri sot. Okej, në atë kohë kam kuptuar sepse kemi qenë në shpërgejt otoman dhe kemi qenë në terrene shumë të brishta, dilnim nga një pushtim 500 vjeçar, elita ishte shpërndar, do të mlidhej një pjesë e elitës nuk lëçiste shqip fare, atë e kuptoj, një mungesë orientimi. Po sot, duke si një lloj përsëritje e vrazhd brutale e historisë, sepse atëherë dilnim nga 500 vjet otomanizëm, sot tani dolëm në 90, dolëm nga 50 vjet, 50 vjet diktaturë të Enver Hoxhës, ndodhi pak a shumë po e njëjta gjë. Ne u bëm prap pikë presje. Shqiptarët ikën edhe atëherë, nuk u bë mbas sulmit të Dumabaisëve dhe shkatërrimit të Princvidit e asaj që u ndërtua me shumë mundim, shqiptarët shumë emigruan, edhe mas 90-s shqiptarët pritën 10 vjet që është e vërteta, mendimin që kjo demokraci do të jepte më në fund nishanet europiane të saj, nuk ndodhi. Me gjithë mëtimin e shqiptarëve, atëherë një pjesë e tyre u larguan. Dhe në fakt, ti e shikon që ka dhe një lloj shkujdesi, edhe një lloj kështu, politikin, s'ka asnjë gjë politikin. A keni parë nëpër televizione dhe drejtuesit politik të rëndësishëm shqiptar, ikin, emigrojnë, bëjnë. Është lehtë ta thuash këtë gjë, është kështu, ta thuash. Po do të thuash pse ikin? Pse nuk ikin hollandezët? Pse nuk ikin suedezët? Pse nuk ikin edhe, po them, një pjesë e italianëve? Vendosin të mos ikin, një pjesë ikin, ja vinë deri në Shqipëri, shkojnë në lëvizim, ndoshta mund të kenë arsye sepse, por janë dhe shumë, edhe po të lëvizim prap mbesin. 1,5 milion, 3 milion shqiptar, ti ikin gjysma në 15 vitet e fundit. Është një fatalitet i madh që nuk shqetësohen. Ky duhet të jetë debat në parlament. Pse nuk bëhet debati në parlament? Pse ikin shqiptarët? Ikin sepse ne në parlament tallemi me shqiptarët. Fillon nga parlamenti, pastaj këto valet e skeqes shpërndahen në të gjithë sistemin. Zonja që ju jeni shkrimtare, ju e përdorni bukur gjuhën shqipe, e përkodheni shumë bukur gjuhën shqipe, por termi vetëpërjashtim, çfarë është? Shpikje edhe foshnjërake, shpikje e sforcuar, vetëpërjashtim, si vetëpërjashtim? Sepse ti je edhe vetëpërjashtohesh. Përse vetëm do të kesh disa kushte që vetëpërjashtohesh, apo ja? Do të kesh disa shpjegime se vetëpërjashtohesh. Ti vetëpërjashtohesh në kuptim, unë jam vetëpërjashtuar, jo. Sigurisht, mund të më thonë jam vetëpërjashtuar, sepse unë nuk kam respektuar, po them, u kam një balans të tillë që integriteti im ka të njëjtën peshë specifike me vendimet e partisë. Në rast se vendimet e partisë prekin integritetin tim dhe në prishet kjo balancë e prisht, ti më thua je vetëpërjashtuar se pse ke prishur këtë balancë. Jo zotri, balancën e keni prishur ju, që dikton gjëra të cilat janë kundër pari principeve të mia, me cilat kam hyrë, me cilën kam bërë kontrata me ty. Kështu është dhe puna e Ervinit. Je vetëpërjashtuar, edhe unë jam vetëpërjashtuar, po kështu më ka thënë je vetëpërjashtuar. Po në fakt, jam përjashtuar prej tyre enkas sepse nuk duan asnjë zë që të jetë kundër. Duan vetëm duar trokitës. Një politik që do vetëm duar trokitës. Pse ishte ai shumë brenda Partisë Demokratike, sidomos për këtë situatë të brendshme në këtë garë që pritet të zhvillohet ditën e diel? Sepse janë njerëz që kanë hyrë në Partinë Demokratike me forma shumë mbase jo në procese të caktuara, kupton? Kanë hyrë si kanë hyrë. Pastaj këta ishin sepse problemi nuk është problemi të demokratëve të thjeshtë. Sigurisht dhe ata kanë përgjegjësi shumë të madhe në këtë proces. Kanë përgjegjësi shumë të madhe. Për shembull, t'ia bësh këtë një partie, po flas për Hollandën që e njoh, vetë antarët e partisë të vinë në oborrin e selisë së partisë të lënë ti të shkelësh statutin, mlidhen vetë ata. Po hajtë se në kushtet shqiptare ndoshta është kjo çështja, edhe prandaj dhe arsye pse politika ka marrë terrene shoqërore shumë, është pikërisht kjo gjë, që shqiptarët që është dhe çështje kulturore dhe s'dua prandaj dhe shpjegova otomanizmin dhe shpjegova diktaturën, se është një gjë e bartur nga kjo gjë, një lloj durimi. Unë duhet ta quaj durim se s'dua ta kaloj në ekstrem fjalën, po një far durimi, durimi, tamam, që e durojmë gjën.
Po kjo elita e PD-s. Unë e njoh këtë elitën e PD-s. Kjo elitë e PD-s është një band. Më vjen keq ta them këtë gjë, se vetëm një band mund të pranojë të shkarkojë me votat e PS-s, të shkarkojë një shkrimtare që ka në listën e vet kryetare e komisionit. Do thënë, unë shkëputem, bëj një step out nga fakti që është fludhura. Nuk flas për fludhur, s'është e rëndësishme fare. Është një shkrimtare, e cila i ka dhënë Partisë Demokratike emrin e saj, ja dha. Për 30.000 vota nuk e fitoi sepse vodhi ai tjetri. Po të ishim në kushte tjera, do ishim në pushtet. Dhe sigurt ishim pak më të kujdesshëm për të mbrojtur votat, dhe mos merreshim të grabisnim votat e shokëve tan, po të merreshim të mbronim votat e demokratëve. Ne mund të ishim në pushtet sot. E jam e bindur, po u morëm me betejat brendshme, betejë kallp të brendshme dhe harrum betejën kryesore që kishim armikun kundërshtarin se s'ka armiq në demokraci, kundërshtarin politik. Dhe kjo parti, çfarë është kjo? Që merr 7 muaj para se të mbyllet mandati, kur është një gjë e parëndësishme, nga ato 7 muaj, 3 muaj janë pushime këtu, e dimri, e vere, gjëra pa ashtu. 4-5 muaj, për 4-5 muaj ti, në fakt, që s'ke bërë asgjë, ti ke humbur pikë votave të tënde, se nuk ja fa njëri Partisë Demokratike që shkarkon një shkrimtare se tha të vërtetën, se tha ka ardhur koha ta marrin në dorë të rit, ka ardhur koha të krijohet një pol i tretë, meqense Sali Berisha, zoti Berisha ka vendosur të qëndrojë në PD, le ta mbaj PD-n ta gëzoj se mendon se ka pronë të vetën, por ne na duhet një pol i tretë. Se ne duhet ta freskojmë demokracinë shqiptare, s'kemi rrugë tjetër. Vetëm këto thashun, çfarë thashun? Unë thash këto gjëra. Zoti Berisha, ju duhet të largoheni sepse edhe s'kishte lidhje me nëngratën, s'kishte lidhje fare me gjërat personale të tij. Madje edhe këto përshpëritje që kam dëgjuar, këto fjalët, jo do hiqet nëngrata. Edhe sikur ti shumë mirë të hiqet nëngrata, se po jo hiq nëngrata zoti Berisha, në një farë mënyrë edhe PD-ja, është më e pastër. Po patjetër, do të ishte një ngjarje shumë e madhe. Për demokratët, po them, jo për zotin Berisha, po dhe për ne të tjerët do të ishte mirë. Edhe për mua personalisht do të ishte mirë, se edhe kam votuar 30 vjet atë njerëj, apo ja, atë figurë politike. Kam dhe unë përgjegjësitë e mia, por çka kam votuar unë? Këtë njerëj kam votuar? Megjithatë, ta lë këtë debat. Problemi është edhe sikur ti hiqet në ngrata. Çështja është nuk ja japin shqiptarët votën, nuk e duan zotin Berisha kryeministër. Tani nuk e duan sot dhe zotë duan as në 2029. Atëherë kjo është shpur. Kjo është shpur lëpirse. Kjo shpur pa fytyrë, pa integritet, pa nerv, pa përgjegjësi në demokratëve, pa përgjegjësi ndaj shqiptarëve. Apo jo, unë e shikoj si përgjegjësi të gjë para zgjidhesh. Nuk kanë këto përgjegjësi që këtë parti ta reformojnë. Nuk e kuptojnë këta në për protestat e tyre që shqiptarët i kanë braktisur, që një pjesë i bleu Edi Rama. Me drejtën e tij i gjeti bosh, zbrazet i bleu. Edhe mua mund më thotë, zonjë, hajde, kam një vend për ministre për ty, për kështu, apo ja. Me drejt, për desa partia jote të fynë. Njerëz që kanë bërë kompromise është në drejtën e tyre, ai është bosh, ai është i lirë, është një qenie e lirë, se partia e ka përjashtuar. Megjithatë, nuk është kjo. Kur ke një ideologji të caktuar, dhe duhet ta respektosh mendoj unë. Po është çështje tjetër. Dhe ti ke për detyrë ta rifreskosh. Ne nuk na afrojnë më shqiptarët, ne nuk na afrojnë më demokratët. Pavarësisht që do të shikoni ju në datën 23, do të jetë jo vetëm një proces qesharak, por do të jetë një proces tërësisht i manipuluar. Duke filluar që nga numri i antarëve. Sigurisht ne do ta marrim vesh kurras, është çështja e medias, është çështja juaj për ta zbuluar këtë gjë, por unë jam e bindur për skenarin sepse unë njoh isha brenda tyre. Çfarë bëjnë këto njerëz? Dhe problemi është tani, nëse do të ikë zoti Berisha, do të ikë bashkë me këta. Do të ikë bashkë me këta shpurën, sepse këta shpurët e kanë dëmtuar po aq, sepse këto heshtja e tyre ka dëmtuar në fakt mjedisin edhe po them drejtimin, elitën e Partisë Demokratike. Ka disa zëra brenda Partisë Demokratike që thotë që pas Sali Berishën nuk ka Parti Demokratike. Si mendoni ju? Jo, pas Sali Berishën ka Parti Demokratike, se kishte për një Parti Demokratike dhe pas Sali Berishën. Këta që thonë këtë, harrojnë që ishin disa vite që ne gati shkuam në pushtet për 30.000 vota pas Sali Berishën. Sigurisht, edhe zoti Berisha ishte aty i respektuar në listën e deputetëve, me pavarësisht se për mua ka qenë një habitshme që kryetari po them historik i partisë merrte vetëm 5.000 vota, apo jo. Por mua ka qenë një pyetje e madhe. Ka qenë pyetje poshtë çështje tjetër. Domethënë pas Sali Berishën nuk ka Parti Demokratike. Ne nuk po themi të përjashtohet zoti Berisha. Ne nuk po themi zoti Berisha të largohet në mënyrë demonstrative. Po zoti Berisha vetë, duke qenë pjesë e Partisë Demokratike, duhet të ndihmonte, mund ta kishte bërë. Edhe do të ishte një po them një mbyllje shumë e bukur e karrierës së tij politike, që këto 2-3 vite që e ka harxuar me këto forma, do kam pse t'i hyj tani se i kam diskutuar, i kam dhënë të libër, mund i kishte shërbyer riformimit të Partisë Demokratike. Pra ta kishte përmbyllur. Ai duke qenë pjesë e Partisë Demokratike, duke e forcuar Partinë Demokratike.
e zgjedhin demokratët, gjejmë 20 kandidatura, 10 kandidatura. Kush e ka platformën më të mirë për shqiptarët, të ballafaqohen me shqiptarët, të dalin në debate publike. Unë mendoj këto janë pikët kryesore me cilat shkojmë pushtet. Shqipëria e zgjedhin demokratët projekti më të mirë. A ka gjë më të mirë, a ka, po them melhem, po e them kështu barë më të mirë se demokracia? Pra transparenca, kaq na duhet. Është kthyer në një bunker, edhe siç e kam thënë më parë dhe aty jemi tani te fjalët tona. Mu vjen keq që kanë dalë fjalët e mia, kanë dalë fjalët e një grupi të vogël reformator, i cili është anatemuar, është fyer, është poshtëruar nga partia, nga e majta, nga njerëz që duan një demokraci të deformuar, ku mund të luajnë gurët si të duan ata e të vjedhin sa të duan ata. Kjo ka qenë, është e vërtetë. Prandaj edhe janë ndëshkuar ky grup reformatorësh që mëtonte vetëm të reformoj Partia Demokratike në mënyrë që të vinte pushtet dhe të rregullohej deformimi që ka ndodhur në demokracinë shqiptare. Dhe më vjen keq që një pjesë në këtë deformim, një pjesë të zullumit e ka bërë edhe media, e cila u kthye në qaramane 3 vjet, pse zoti Berisha nuk po merr vulën, pse zoti Berisha nuk merr partinë. Tani këta njerëz, të cilët kanë qarë 3 vjet nëpër studio televizive, tani thonë zoti Berisha largohu. Fale zotëri. Sepse të kesh edhe një lloj projeksioni në gjërat, apo ja, një lloj pritshmërie në gjërat, kur i bën gjërat. Apo kur paguhesh ti je pro Berishës, dhe kur nuk paguhesh ti nuk je. Tani që zoti Berisha i ka settle, është settle tani, ti s'ke çfarë të bësh asgjë dhe tani dole kundër, sepse do dëshiron prap një pagesë tjetër. Kjo është se kështu gjykohet. Një pjesë të vogël të saj, një pjesë e njerëzve të medias që krijojnë opinionin e media kanë gabuar rënd dhe janë bashkuar një frymë që tani kanë ndikuar në deformimin e demokracisë shqiptare. Janë pjesë e fajt. Janë pjesë e fajt për mua. Se mos përmend emra. Më duket pak si klishe kjo që do them, po ekziston barazia gjinore brenda politikës shqiptare, edhe aq më tepër brenda Partisë Demokratike. Ju thatë ju jeni një grua e nderuar shkrimtare dhe u hoqët nga komisioni që drejtonit apo. Por fakt unë nuk u hoqa si grua, ç'është e vërtetë. Unë u hoqa si një opozitar brenda opozitës. Unë u hoqa si një njeri e mendoj, siç e mendoj unë, njeri me integritet, që atyre u krijonte bezdi. Unë isha një mish i huaj, unë isha ndryshe në një farë mënyre, ose mendoja ndryshe, ose si isha dakord me disa gjëra që nuk ashtu e kam perceptuar, ashtu e menduar unë, që kjo nuk është rruga që sillte Partinë Demokratike, se ky është qëllimi ynë, ne të vinim në pushtet. Isha e bindur që ajo nuk ishte rruga që të sillte në pushtet dhe nuk na solli pushtet 2025 dhe nuk do të na sjellë në 2029. Kaq, dhe kur e pash që kjo gjë s'kishte asnjë që të kthejmë tek barazia gjinore. Sigurisht, nuk po them se ka deformime në këtë raport, po sigurisht edhe shoqëria shqiptare në përgjithësi, kështu është dhe reflektuar në parlament, është një shoqëri burrashe, ti themi gjëra siç janë, dhe nuk po them ndonjë gjë fatale në këtë gjë, është një gjë edhe kulturore, e trashëguar, por ka ndryshuar shumë. Gjë për shkakun që më ka bërë shumë përshtypje dhe ka qenë shumë e shëmtuar, meqenëse po flasim për barazinë gjinore, ka qenë momenti kur unë u përplasa, jo se u përplasa unë, por unë duhet bëja komisionin fizik, siç duhet të bëj komisionin, sepse ishte një turp i madh të bësh komisionin online në kushte demokracie, në kushte. Mos gaboj referohen për flasjen e datës 24, 17 apo 24 janarit. Po, që erdhën ata, unë isha në vendin tim të punës, normalisht, për atë për cilën isha betuar në kushtetutë, apo jo. Dhe mbaj mend ajo partia e vogël, po them zyrtare, në kohën që unë merresha për të shpjeguar çfarë kishte ndodhur mbas konferencës së shtyptë në disa studio televizive, pash që edhe kryetaria e parlamentit, edhe kryetari i partisë time, në atë kohë, Partisë Demokratike Zyrtare, dolën në ato rrjete sociale me dy rreshta që kjo ishte si ishte mundur që këta burra domethënë kundër grave. Kjo më duk e qëllimt. Dhe më vonë e kuptova që edhe kryetari i partisë time e kishte bërë qëllimisht për ta sfumuar gjën. Sepse ajo ishte një akt politik, i pastër politik, apo jo, këtu ndaheshin neve dy nocione, dy qasje politike të ndryshme, dhe një parti serioze duhet kishte një qëndrim të caktuar, një qëndrim gjinor. Nuk mjaftoi ky budallik për mua që ka qenë një gjë shumë e shëmtuar dhe unë e kapa shumë vonë këtë gjë. Po nxorën edhe disa gra me pankarta para parlamentit, me kështu mbroni gratë. Unë aty nuk u pozicionova si grua. Unë isha deputete e Partisë Demokratike. Unë isha
Unë aty nuk isha grua. Unë isha kryetare e komisionit dhe nuk raportohesha në gjini. Raportohesha në mision, në detyrë, në politik, në përgjegjësi. Kjo më do kaq esharake. Në këtë bazë, në këtë sens, këta po e përdorin parazinë gjinore siç e duan ata, për ta devijuar thelbin e gjës. Zonjashka flitet shumë shpesh me drejt, flitet për kohën e komunizmit, flitet për pasardhësit e komunizmit, flitet shumë për ngjarje që ka ndodhur në 97, për ngjarje që ka shënuar Shqipërinë fill pas tranzicionit, por ne të rinjt, brezim që është le të themi pas viteve 2000 që nuk i njeh këto ngjarje, nuk i njeh këto kontekste, mendoni që është lënë pak anash nga politika, në politikat që ata shfaqin dhe përshfaqin pas çdo zgjedhjesh, mendoni që është fokusuar më shumti në një kontekst të saktuar politika shqiptare dhe ka lënë pas një tjetër? Po shiko, këto janë gjëra të trashëguara, prandaj do ju shpjegova këtë gjë. Ne jemi një shoqëri e papastruar, një elitë e cila ishte çështja është e kuptoj, ne nuk kishim ku ta shpiknim elitën në 90-ën, apo jo. Kishim elitën që ishte elita që deri dje një pjesë, jo e gjitha, sepse s'më thuash për njerëz që kanë qenë në përburgje dhe për njerëz me përgjegjësi dhe me integritet, ato kanë heshtur. Po, kjo ka qenë sepse s'kishte zgjidhje tjetër në ato kontekst. Por kjo elitë që drejtoi, kjo elitë u kthye në të nesmen në një elitë e pluralizmit dhe elitë e demokracisë, apo jo. Kështu që do të ishte shumë e vështirë. Por problemi sot është që kjo elitë vazhdon ende. Pra, i ka pëlqyer kjo gjë dhe vazhdon ose është vet akoma ende, ose ka sjell pasardhës të ngjashëm me veten e tyre, që mund ta vazhdojnë atë për të cilin ata në një farë mënyre qoftë kjo dhe Katovica në një farë mënyre. Por juve në fakt shiko, e kam fëret e Brezi i Ri që ka një lloj averazioni, po them kështu, një lloj padëshire me komunizmi, me këto, po sepse ju e keni marrë informacionin të deformuar. Për shkak të këtij mospastrimi, ju për shembull nuk e dini, se keni dëgjuar ndonjëherë që komunizmi duhet ishte shpallur një sistem genocidal, apo jo? Sepse janë vrarë njerëz, janë torturuar njerëz, janë deportuar njerëz, familje. Keni dëgjuar ju fjalën që ka qenë sistem genocidal? Jo. Pra politika si ka bërë detyrën. Ju shikoni e djatha e vërtet, asnjëherë nuk ka ardhur në pjatës të gjërave të politikës. Ajo gjithmonë është deprimuar, gjithmonë është shtyrë, është skajuar, ose vetëm janë botuar vepra, kujtime deri këtu, asgjë më shumë. E djatha e vërtet kur nuk erdhi në skenë politike. Ishte një djathë e cila kërkoi, mori borxh elitën e saj nga e majta, që veshi këtë kapotën, këtë ngjyrën e bukur europiane pluraliste, dhe në fakt nuk bëri. Kam përshtypjen se ne jemi o ish komunist o komunist akoma. Jemi akoma në këtë barabitje sociale që ka dhënë dhe fytyrën e vetën politik. Akoma nuk ka ardhur. Por ai gjëja që më shqetëson më shumë, që të shkoj tek pyetja juaj, që shoh dhe një farë tërheqje, ndoshta një mungesë vëmendje ose lodhje të Brezit të ri. Kjo është betejë. Që sot i marrni gjërat lehtësisht, atëherë është kjo rrugë e lehtësishtme, apo jo, që me qenë indiferent me politikën, sepse edhe kanë kthyer në gogol politikën. Politika është e keqe dhe duke përtypur këto formulë çdo ditë, njerëzit i largojnë gjithmonë më shumë dhe është krijuar një lloj tonzure e tillë që nuk afrohesh dot. Edhe ata e kanë vënë, e kanë gardhuar aq shumë, saqë s'mund ta kapërcesh dot, është e vështirë. Por ama kjo është betejë. Nuk ka gjëra të lehta. Siç nuk ishte, siç e pash vet. Pra ishte një betejë dhe unë vendosa ta bëhet betejë që është betejë principesh. Ndyshe pastaj nuk do të ndalojnë qytetarët rrugën, thonë zonjë, a jeni akoma në politikë dhe unë nuk i them që nuk jam në politikë, jam në politikë, sepse zërin e kam ende aty sepse dua që të ri të tjerë që mund të mendojnë, rezonojnë, ndoshta edhe me principet e mia, ta kuptojnë që është shumë e nevojshme, është pjesëmarrje, demokracia është pjesëmarrje. Këto nuk lejnë të marrësh pjesë, por ne duhet bëhemi shumë në mënyrë që të marrim pjesë dhe të hyjmë ta përmirësojmë. S'kemi asnjë rrugë tjetër, por nuk përmirësojmë politikën. Politika njihet si arti i të mundurës. Sa e pamundurën tjetë ju ku kishim mandatin e deputetës? Gjëja e parë e pamundur ishte fakti që unë isha në opozitë, ne mbetëm në opozitë, se unë mendoja, besova se kishte ardhur dita dhe do të ishim jo shpjegova, është një çike diskutimi gjatë të shpjegoj se si këto 30.000 vota ndryshuan në fakt. Kur janë ato 30.000 vota janë vota të grabitura sepse ishin 85.000 vota të pavlefshme, të thotë që aty e kemi ekuacionin, është i zgjidhur ekuacioni. Megjithatë, unë s'kisha në një, po themi, në një projekcion të madh në gjëra që doja të bëja.
Doja në qytetin e Elbasanit se kisha parë pak të fjetur, pak të lodhur qytetin e Elbasanit. Doja të cilja një dhe freskie në përmjet 2-3 projekteve që ta ndryshonin, ta bënin më turistik, ta bënin më atraktiv. Pra kisha një doja t'i ktheja borxhin qytetit tim. Kaq kisha. Kjo ishte ajo që doja unë. Nuk më lanë as atë. Sa aty nuk të lën. Jo nuk të lën të materializosh ti iden. Pa aty nuk të lën as të ndërrosh. Domethënë dhe ëndra jote, idealizmi jot i shqetëson. Kështu që është një mjedis pothuajse i pamundshmes. Por të mendosh që aty kalojnë ligjet shqiptare, aty kalon në një farë mënyrë fryma jonë. Kjo duket si fataliste. Prandaj u thash që është pjesëmarrje dhe në pjesëmarrje secili qytetar ka përgjegjësinë e vet. Mbase vetë si prind ti nuk do, por fëmin të ti duhet ta ushqesh me faktin që hajde të ndryshojmë politikën dhe të përfshihemi mirë. Po pa u bë pjesë, e këtu është problemi, se ne kemi bërë kaq shumë balt, aty ku ju ftojmë juve të kaloni, sa që e keni shumë vështirë të mos përkateni. Problemi është edhe aty në balt, duhet gjetur një terren që është sadopak i thatë dhe ju të shkoni aty ku duhet shkoni në zemër të gjithë dhe ta ndryshoni, sepse kjo monster, jo politika jo, e keqja që po fle, e keqja që ka është mbjell në politik, kjo monster e keqe, duhet vrarë, se dhe nuk vritet vetëm, as me një grup deputetësh që ishim ne, por ne ama çelëm një dritare, pra lam të kuptojmë, dhe kjo bëri ndryshimin, u kthjelluan qytetarët duke folur çdo ditë, Ngeleta Libej, duke folur futuraçka çdo ditë, edhe Dasheu e një grup i vogël që ishim ne 7-8 deputet, nuk ishim më shumë, pak ishim, ama bëm ndryshimin, sepse po të kishim shkuar dhe ne ashtu, të ishim kthyer dhe ne në fal po e them tani ashtu siç mendoj unë, në bythecër të liderit partisë tonë, të ishim kthyer, sigurisht do ishim sot deputet. Pra unë jam, edhe nuk e kam për trup të them jam martire e kësaj çështje, e principeve. Unë kam pranuar të mos jem deputete, të më digjet mandati me kusht që të jap shembullin njeriu që në politikë s'është e thënë gjithmonë ti duhet detyrimisht të mendosh për mandatin tënd. Ti duhet mendosh edhe për principet të cilat nesër mund të ndikojnë në njerëz të tjerë për të ndryshuar këtë gjë. Paras etikë është një libër që ju e keni botuar dhe i referohet jetës tuaj parlamentare. Është ky testamenti i Fluturaçkës? Jo, në fakt kam një libër politik ku i kam bërë gati, por do pak kohë për të shohur unë po merrem me një gjë letrare historike, ku i kam ngjarjet e këtyre 4 viteve të shtjelluara me. Ky është një libër tu pak a shumë janë 50 nyje politike të mia, 50 çështje që më kanë shqetësuar mua. Parlamenti është, me parlamentin merrem. Si mendoj unë parlamentin si e gjeta, si me partitë politike, me partitë e reja, me zgjedhjet e 11 majit, do thot 50 qasje, 50 shqetësime ka mes tyre dhe akuza. Për shembull ta kishte botuar një deputet në Europë këtë libër, do të ishte hapur 10 çështje penale, sepse unë akuzoj publikisht dhe jam gati publikisht të flas për çështje për cilat bëj akuzë. Ky është ndryshimi. Këtu ndonjëherë fjala të duket sikur shkon në vakum. Çfarë akuzoni? Në mes shkrimeve të mia akuzoj çfarë ka ndodhur, diku në terren, diku është grabitur, diku është dëmtuar, diku është vjedhur vota. Pra, një prokurori tjetër në një vend tjetër do të kishte hapur 10 çështje penale. Se ose tani unë duhet të ndëshkohem për akuzën publike që kam bërë, ose këta njerëz që kanë bërë të dëme publike duhet japin llogari. Kaq e thjeshtë është situacioni. Në botë askush nuk flet kot. Vetëm tu flasin kot dhe thon është retorik politike. Ka retorik politike. Ka e vërtet ose jo e vërtet. Nuk mund të ketë retorik politike. Dhe unë këtu them që flet thua akuzon. Tani dikush do të marrë përgjegjësi jashtë nëse thua si politikan një gjë dhe thua Flutra ka grabitur këtu ose ai që e thot. Qoftë ky gazetar, qoftë politikan, qoftë qytetar i thjesht, ose mban përgjegjësi për fjalët që flet dhe duhet mbaj ai përgjegjësi deri në fund, ose politikani do japi dorë që do të ikë. Ktu si po përshtypje njeriu. Do thotë që kjo cipa edhe njerëzore, edhe politike, edhe morale, edhe etike, si të doni quheni këtë, se është një konstelacion, është një konstelacion përgjithësish, si të duash e ke këtë gjë, këtu ka plasur si më përshtypje fare. Kjo është gjë më e frikshme. Si bën më përshtypje. E keqja nuk i bën më njeriu të përshtypje. Ju keni lidhur jetën tuaj mes Shqipërisë dhe Holandës. Shpeshherë thuhet për ne që jetojmë këtu ku jim diku që pse kthehesh, pse nuk rrini andej, shiko për më shumë mundësi, shiko vende tjera që kanë një bazë demokracie. Ju pse zgjedhni të ktheheni shpeshherë? Po më pyesin ndonjëherë më thonë që kur u kthehet, në fakt unë s'kam ikur asnjëherë ç'është e vërtetë. Kam ikur dhe s'kam ikur.
është e lehtë, sidomos për një shkrimtare që merret me gjuhën, shumë e vështirë të largohet mjetit, mediumit të saj. Shkrimtari po flas tani, shkrimtarin përgjithësi. Mediumi im është gjuha. Dhe po ti largohesh gjuhës, kam përshtypjen do të më jepte, sigurisht do kisha shkruar romane të tjerë me tematike europiane. Ndoshta dhe mund të isha tani një shkrimtare mirëfilli holandeze, do të merre Holanda me mua se është tjetër gjë atje. Atje kanë hall talenti, aq zbulojnë talentet. Nuk është problemi a mbështeten talentet. Që nuk është në diskutim kjo gjë. Pra është një mjedis shumë bujar për talentet, shumë bujar. Shteti ka përgjegjësi për talentet e veta se i quan pasuri. Ktu një shkrimtar nuk është pasuri kombëtare. Fare. As nuk e mendojnë fare kështu. Trurin shkrimtare çfarë? Lëret flas. Jo, lëret flas kaq, lëre ato rebele të flas. Am kupton kaq. S'na prish punë se na duhet edhe për t'i thënë këtyre europianëve, shiko, ne jemi të lirë shivisi le. Po në fakt në këmbë të heqin rërën. Siç edhe ma hoqën, të heqin rërën, nuk të falin. Por që të kthehem tek ajo që më pyetët ju, në rastin tim. Prandaj edhe kjo është arsyeja pse nuk gjykoj askënd që vendos për një jetë më të mirë në drejt, sepse ne kemi vërtet detyra si politik, kur e futur dhe veten. Po fshi dhe veten, megjithëse s'kam asnjë përgjegjësi. Vazhdoj të kem një ndjesi faji që nuk kam luftuar më shumë, ose ta kisha vazhduar dhe ashtu atë betejë të ashpër, po të mos i kisha disa kufizime fizike. Sinqerisht, ja them me sinqeritet këtu në studio, po të mos i kisha disa kufizime fizike që nuk më lejnë e të kem energji të mjaftueshme, se është dhe energji. Të flasësh çdo ditë është energji. Ndoshta edhe mund ta kisha vazhduar këtë betejë shumë ashpër. Mund ta kisha vazhduar. Sigurisht do të rezonoja me disa njerëz që duan dhe një Shqipëri më të mirë. Mund të ishte idealiste, mund të ishte për disa, mund të ishte edhe kështu domethënë një pjesë e nënqeshjes së tyre, por diku duhet ndryshojmë. Edhe disa duhet detyrimisht të bëjnë një hap, një hap ndoshta më të vendosur që t'i bashkojnë të tjerë, sepse i shoh shumë të ndarë edhe këto partitë e reja. Unë pata një projekcion edhe kam dhe në libër për këto partitë e reja që do të edhe u përpoqja edhe vetë, është e vërteta, duke i takuar disa prej tyre që të krijojë një politret që jo se ishte kundër Partisë Demokratike, absolutisht, por e shifsha si aleancë të Partisë Demokratike. Pra, këto vota të paktën nuk shkonin, ishin të vendosura që nuk shkonin te Partia Demokratike, nuk shkonin te zoti Berisha, po të mos shkonin te majta dhe të mos flenin se ishin vota të fjetura. Unë doja vetëm të zgjoj këto votat e fjetura që neve të ndryshonin balancën dhe të mos kishte 83 mandate sot e majta. Zonjashka, faleminderit shumë që ishte me ne në këtë hapësirë, faleminderit shumë për rrëfimin tuaj të sinqert dhe mënyrën se si ju e shikoni politikën, edhe njëjtë siç edhe keni aplikuar kur ishit në Parlamentin Shqiptar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Mario, dhe me kënaqësi edhe herat e tjera kur të na bëhet mbar. Sigurisht është gjithmonë ndonjëherë më merr pak ky emocioni politik që thot Filip Rothi. Këto emocionet politike nuk shkëputen sidomos kur vin politik, por tani jam qetësuar sigurisht nga këto gjëra, por brengën e kam si qenie si qytetare shqiptare, si ish deputete, si njeri që vazhdoi akoma të vërtiten në ullim politike, kam përgjegjësi sigurisht, edhe përgjegjësia të paktën edhe tek fjala duhet mbetet. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.